Një ditë pas vrasjes mafioze të biznesmenit nga Elbasani Mondi Mahalla, policia ka shoqëruar disa persona në polici, të cilët mund të japin më shumë detaje se si ndodhi krimi i rënd. Mes tyre janë punonjësit e karburantit, të cilët ishin në turn në momentin e ngjarjes, si dhe 2 shoferë taksish. Po ashtu mëngjesin e kësaj të hëne, policia ka gjetur një automjet të djegur tip Audi në fshatin Mirak, bashkë me një pistolet që dyshohet se ju përket atentatorëve. Për këta të fundit, policia dyshon se kanë qenë 2 persona, të 2 vrasës me pagesë. Gjithashtu rezulton se makina e autorëve ka qenë e regjistruar në emrin e kompanisë së biznesmenit. 43 vjeçari u qullua sapo kishte dalë nga zyra në karburantin Xhaxhi Oil në pronësi të tij dhe sapo ishte futur në automjetin e tij Range Rover. Autorët e kanë qelluar disa herë me pistolet, ndërsa 2 prej plumbave e prekën në kokë. Mondi Mahalla ose Edmond Hyka, përveç se pronari i karburantit Xhaxhi Oil në daljet e Elbasanit, ka në pronësi edhe një shërbim taksi El Taxi si dhe një lokal. Mahalla ishte në gjyq për armbajtje pa leje, posedim të sendeve të jashtëligjshme dhe shpërndarje narkotikësh. 43 vjeçari jetonte në zonën e komunës së Parisit në Tiranë, por lëvizte shpeshherë në Elbasan për shkak të aktivitetit ekonomik atje. Policia në ndërkohë ka marrë edhe të gjitha pamjet e kamerave të sigurisë së karburantit, bizneseve në zonë dhe ato përgjatë aksit Elbasan Librazh për të rënë në gjurmë të autorëve sa më parë.